tortë e thjesht, e shpejtë, e përgatitur me biskota dhe me një krem, me një shije unike. Besoj se kam ju pëlqyer receta, kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj torte shumë shishme, e lehtë për konsumim dhe thjesht për përgatitje, nuk ju nevojitet shumë kohë për përgatitjen e saj. Marrim një tenxhere të lloji që nuk gjet dhe në të shtoj 1 litër me qumësht. Pra jena duke përgatitur kremin. Tash ja shtoj një gotë 200 ml me sheqer, 2 të verdhat e vezë, 4 lugë gjelle me miell, 4 lugë gjelle me një sheste, një vanilë sheqeri për aromë dhe 1 lugë gjelle me kakao. Morim në një kullojse dhe hedhim kakaon që ta keni më lehtë, mos ngelet torta. Dhe kështu në kullojse e bëjmë që të kalojë kështu në pjesa të vogla. Mos ngelet torta nëpër mos. Tash mosën vetëm se përzi hire mirë që mos ngelet torta. Kështu mundohem që ta fitoj një mos homogjene para se ta vendosi në zjarr. Pasi kam përzir mirë mosën, tenxherën e vendosi në zjarr, dhezi zjarrin në temperaturë mesatare, e zi mosën gjithsa ajo të fillon të vlojë, duke e përzir kështu vazhdimisht. Njëkohësisht ajo do të trashet gjatë kohës së vlimit. Vetëm përzirja duhet bëhet kështu vazhdimisht patjetër. Masa ka filluar që të vlojë, është trashur, mjaftueshëm, dhe është gati të largohet nga zjarri. Kremin e kam larguar nga zjarri, tash e kaloj kështu në një enë më të madhe që të ftohet. Mund ta lojmë dhe në tenxhere, mirëpo në një enë dhe kemi më lehtë sepse më pas mosën duhet ta rrohim me mikser. Pasi e kam kalu tek ena e madhe kremin, atëherë ja vendosi sipër një folë najloni, mirëpo nuk e mbylli mirë nga gjitha anët, lëm kështu hapësinë që të kaloje ajri që mos të bëhet shumë e lëngshme më pas, dhe e lojmë kështu që të ftohet më spaku për 40 minuta. Kremi është ftohur, ja largojmë folinë e najlonit dhe ja shtojmë 200 ml me ujë të ëmbël hoplla dhe mosën fillojmë që ta rrohim mirë me mikser. Kam përzi kremin mirë, duket kështu. Tash morim biskota kështu nga kakao, na duhen 400 gram për këtë torte. Në një enë shtojna një gotë 200 ml me Nescafe. E kam përgatit dhe e kam ftohur. Tash filloj që biskota t'i kaloj kështu t'i zbutit tek Nescafeja dhe direkt i vendosi në tepsi. Unë kam marrë kështu një formë drejt kançe, një tepsi është më e përshtatshme kur ta përgatisim këtë torte. Qofse keni një kallëp drejt kançe dhe me kallëp mund ta përgatitni, mirëpo kësaj radhe unë kam vendosur që në këtë tepsi ta bëj përgatitjen. Në këtë mënyrë bëjmë një rand me biskota, duke i zbutur tek Nescafeja. Kam shtru rendin e parë tek tepsinja me biskota, gjithsej 12 biskota mu kanë dash për rendin e parë. Tash filloj që të kaloj kështu nga kremi. 2-3 lugë është mjaftueshëm, e përhapim
Nduhem gjithë biskotat që të bëjnë krem. Kam përhap dhe kremin. Tash filloj që të bëj radhitjen e rendit të dytë me biskota. Këtë mënyrë vazhdojnë atutje me gjithë biskotat, një rend biskota, një rend krem, derisa të përfundojnë biskotat dhe kremi. Kam renditur gjithë biskotat dhe kam shtru kremin në secilin rend, gjithsej kam fitu 4 renda me biskota. Tash e shtoj kremin e ngelur. Ka ngelur pak më shumë se 3 lukë, kështu lukë të mëdha. Mundohem ta kaloj të tërën. Dhe përhapi mirë e mirë me gjithë sipërfaqen. Pasi kam hedhur shtresën e fundit të kremit, marr një tenxhere të lloj që nuk nxeh, në të shtoj 200 gram çokoladë për gatim apo çokoladë qumshti, varet se si doni. Çokolada me kualitet të lartë do të bëjë më të mirë tortën dhe ja shtoj nga 200 ml me ujë të ëmbël apo hoplla. Dhe masën e vendosim në zjarr me temperaturë të urtë e shkrim që të bëhet bashkë kajka dhe çokolada. Kam largu nga zjarri çokoladën dhe ujin, i kam përzier vazhdimisht, në shkrinjer plotësisht dhe masën tash ja kaloj tortës sipër. Ndohem që ta përhapi në përgjithësi sipërfaqen e tortës. Kam përhapur dhe shtresën e fundit me ujë dhe çokoladë. Tash tortën do e lë në ambient dome që të ftohet për 1 orë, më pas do e vendosi në frigorifer që të ftohet për 4-5 orë dhe më pas do jetë gati për konsumim. Tortën e kam largu nga frigoriferi, shftohur mjaftueshëm, tash do e prejmë kështu. Unë do e prej në 4 orë. Mundohem që ta bëj në 3 pjesë, t'ja formën e keksave. Tash dhe nga kjo do bëj prerjen. Vërtet është një tortë shumë e shijshme. Ta largojmë dhe një pjesë dhe t'ju demonstroj nga afër se si ka dalë. Pjesa parë pak me vështirësi prishet forma, kurse pjesëve tjera jo. Ja dhe si duket torta nga brendësia, ka dalë shumë e mirë. Besoj se dhe shija s'ka për një mungu. Është e bukur, e shijshme, e thjeshtë për përgatitje. Gjithë ju që përgatisni në këtë mënyrë tortë me biskota, ju bëft mirë. Ju falenderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.